me Jesse, definitely we worked hard to become now in this position. Kena punu fort deri tani që të vim këtë pozicion ku jena. And nothing comes to fall from the sky. Asgjë nuk ka ardhur sillurot nga lart. It's hard work with a clear mindset, Që with mjaft clear punë, targets, objektiva të qartë të ekipit. and we want to continue this way. Edhe dona me vazhdu këtë rrugë. Our journey is not ready. Edhe rruga jon akoma s'ka përfundu. Ju pret një ndeshje e vështirë profesor në Elbasan. It's waiting a hard match in Elbasan. How do you see it? Yeah, you are right. Tomorrow will be maybe the toughest match. Nesër mund të jetë ndeshja më e fortë e gjithë sezonit. We face Elbasani, one of the strongest teams in Albania Super League. Përballën kundër Elbasani, një ndër ekipet më të mira në Super League. Good series. Kanë pas një seri fitoresh rrallësi. So and now we face them tomorrow in a top match. Kena përballë një sfidë që do të bëhet mjaft e bukur. Try, to fix something that they are not able to come in the final four. Ose do të provojmë diçka që mos lejojmë të vinë Final Them Four. away, and we need a strong performance. Edhe na duhet një performancë sa më fort nesër. Fituar me Dinamon e ka dhënë një ngrohtësi, një atmosferë pozitive Winning skuadrës, Dinamo gives patjetër. something warm to the atmosphere of the team. Yeah, finally we get rewarded. Last week was a perfect week with a Javën e kaluar result. ishte një javë me një rezultat perfekt. Succeed everything proper. Çdo gjë kishte sukses. How we planned Na shkoi siç e kishim planifikuar. and to continue, in a consistent way. Is that what you want? Vazhdojmë në punë koncesive, pra të vazhdueshme, kjo është ajo që dona. Do të jetë vllaznia sy e veshur nga ndeshja e Dinamos profesor. It's also Vllaznia will be of the match of Dinamo who will play tomorrow also. So do we keep in No, mind? I only think for tomorrow's match. Jo, mendoj vetëm për nation tonë. Decisive Ajo është decisive për ne. to gain, that's what we need to process, our way, to pursuing our targets. Të arrim kapim objektivat To tonë. understand that everybody must be on maximum Edhe prepare, kuptojmë që çdo lojtar duhet jetë i përgatitur maksimum. and to show our tifosis and our presidents, that Ti we are tregojmë tifozëve edhe able, to go to the next step. dallëbordit që jena gati që të shkojmë në hapin e rrallës. Në opinionin sportiv ka In the opinion mendime nga tifozëria, kryesisht from mund të jetë java e vllaznisë kjo. This is the week Një of humje Vllaznia. Dinamos, por edhe And e lose of Ignatius, Dinamo, and fitore e maybe vllaznisë në Ignatia, Elbasan dhe Vllaznia vllaznia in të kap Kreun. Elbasan and we be first. Dream, Kjo është një honor, dream, it's a big dream, huh? kjo është një honor. So let's see what happens after the weekend. Le të shohim çfarë do të ndodhë pas kësaj fundjavë. We know that we are able to play games that we are strong. E dim që kena mundësi against që bëjmë tough kundra opponents. We showed it. që të bëjmë ndeshje të mira. Confirm that every single challenge. So then is everything possible. Everything is Çdo gjë është e mundur deri në fund. And this is what we want, to be in fundi, to be there, E fundit është që të jena aty afër dy vendeve të para. to understand, to work in momentums, that momentum jump on our Punojmë side. që momenti të vinë krahun tonë, Concentrate, që jena të fokusuar. to understand tomorrow we can play maybe against 12 or 14 players. Ta kuptoj që nesër mund bëjmë kundra 12 ose 13 lojtarëve në fushë. There are a lot of enemies, Ka mjaft kundërshtar kundra Vllaznisë. and that's why I'm looking forward to this match and can't wait Mezi po pres to që të start. luajmë nesër dhe të vazhdoj loja. Profesor, vllaznia e ka arritur objektivin e saj, objektivin parësor, flas që The first objective hyrja në Final is Four dhe Vllaznia now besoj it's finished to go in pavarësisht Final Four. fazës e kampionatit, klubi ka nisur planet, projekcionet të And normally sezonit beside of the ardhshëm. championship, Përdarish vetë, do të vijoj këtë trajneri do you vllaznisë think that you will edhe për be the coach also for the next season? Because now we are coming to the end and or it's too soon to speak about it. I mean, for me, it's, in my opinion, what we got till now, it's something special. Diçka që kena arritur deri tani është diçka speciale, To be in this position. privilegj që të jena në Of këtë course- pozicion. Of course, there are some points what we could do better. Janë disa ndeshje ose pikë që mund të kishim marrë In case of how we can and what we can improve for the future. diçka që mund There are të all rrinim times something rriqim we për të improve, ardhmen. Gjithmonë I'm ka sure- diçka që mund të rriqim. sure, next season the club will be again in a privileged situation, to play for titles. But now
it's a situation that we should, take the opportunity and to go for that target what we worked hard for. And this is one objective is to go in Final Four. The second objective to secure Europe. So, and then of course to see that we are going cup final on Wednesday against Dinamo. And there are a lot of tough matches. I don't have time what happens in the next season, I'm fully focused on the momentum, and I'm really proud that Vllaznia is in this situation. Jam shumë i lumtur që Vllaznia është këtë situatë. Për momentin, në aspektin personal, nuk kam shumë kohë të mendoj për sezonin e ardhshëm dhe fokusi është vetëm këtë javë. E dim se kena ndeshje të fortë këtë javë që objektivi kryesor ishte sigurimi i Final Fourit, e dyta sigurimi i Europës që mund të jetë këtë javë, dhe e treta që e kena edhe në mesjavë të shkojmë në finalen e kupës. Por jam i sigurt që edhe sezonin tjetër ekipi Vllaznisë bashkë me bordin do të jenë në të njëjta situata që janë edhe këtë sezon.